Terepam edhe deklaratat që ishin në materialin që ka përgatitur gazetari i redaksis tonë, megjithatë tani të ndalemi pak tek tema kryesore, si po trajtohet gjua shqipe sot, zotri Osmani. Kryetari i gjykatës kushtetuese praktikisht e bëri inekzistente gjuhën shqipe, duke i dhënë madje përparësi edhe gjuhës angleze para se të merrej parasysh madje edhe gjua shqipe. Fillimisht Agjencia e Zbatimit Gjuhës mbetet e përkushtuar për zbatimin e plotë dhe të drejtë të gjuhës shqipe në të gjitha institucionet shtetërore, ashtu siç e parashef edhe ligji. Këtë duhet patjetër të ndalim edhe të ritheksojmë se ligji për përdorimin e gjuhëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut buron nga marrëveshja e Ohrit, e cila dim se si u arrit ajo marrëveshje. Prandaj deklarimet apo prononcimet e tilla mendoj se nuk e ndryshojnë realitetin juridik të gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Para se të vazhdojmë tutje të ndalemi më shumë tek qëndrimi zyrtar i Agjencisë për zbatimin e gjuhës që e kemi parë dhe deklaratën tuaj, cili është roli konkret i Agjencisë për zbatimin e gjuhës në Maqedoninë e Veriut? Çka konkretisht, për çka punoni ju konkretisht? Normal, Agjencia e Zbatimit të Gjuhës si institucion ombrell për të themi mbrojtjen e gjuhës, këto gjëna i përcjell me shqetësime. Ndërsa sa i përket asaj, Agjencia e Zbatimit të Gjuhës ka rol si të them asistues. Ndihmon institucionet, promovon përdorimin e gjuhës, normal gjithnjë sipas kushtetuesve ashtu siç e parashikojnë ligjet dhe nenet përkatëse për përdorimin e gjuhës, ofron, siç thash, mbështetje për të gjitha institucionet në përkthtimin, lekturimin e akteve, ligjeve të ndryshme deri në publikimin final në gazetën zyrtare. Kjo çështje ka ngritur shqetësim tek qytetarët, po ka ngritur edhe reagime të shumta edhe brenda sferës politike dhe qytetarët njëkohësisht, por kemi parë reagime edhe prej Agjencisë për përdorimin e gjuhës. Cili është qëndrimi zyrtar i kësaj agjencie dhe lidhur me këto deklarata që i bëri edhe vetë kryetari i gjykatës kushtetuese që thash parimisht nxiti një lloj debati? Normal, më thonë, këto janë shqetësuese pasi i bën dalin nga një përfaqësues i një institucioni, siç është gjykata kushtetuese, e cila është institucioni më i lartë juridik në Republikën e Maqedonisë së Veriut, cila ka kompetenca të mbrojë ligjet, domethënë. Dhe interpretimet e tilla, domethënë, janë shqetësuese, duke pas parasysh, domethënë, se ligji i përdorimit të gjuhës buron nga është normë kushtetuese. Dhe aty është në mënyrë shumë decide e theksuar. Me thonë, për postë normal, si që cek edhe vetë kryetari gjykatës kushtetuese, se gjuhë zyrtare në Republikën e Maqedonisë së Veriut është gjuha maqedone dhe shkrimi i saj cirilik, mi po neni me njëherë i ardhshëm, parashikon, me thonë, si dhe gjuha të cilën e flasin së paku 20% e qytetarëve edhe alfabeti i saj. Në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Do me thënë, parimisht, deklarata e gjykatësit, kryetarit e gjykatës kushtetuese bie ndesh me frymën e ligjit për përdorimin e gjuhës. Sigurisht. Sa shpesh ndodhin situatat e tilla ku institucionet tona nuk zbatojnë në mënyrë adekuate dhe në mënyrë të plotë ligjin për gjuhët? Zakonisht, do me thonë, bojmë anketat të gjitha institucioneve, normal me pyetësorin e përgatitur nga ne, edhe vrejmë se ka përmirësime në shumë institucione, do me thonë, në drejtimin e zbatimit të gjuhës. Disa institucione realisht kanë arsyetime të problemeve financiare, të problemeve tash. Kjo sigurisht është një temë, si të thëmë, pak e ndjeshme, pasi që, si të thëmë, të gjitha institucionet, dhe me thonë që i përfshin ligji për përdorimin e gjuhës, janë të detyruar të sigurojnë përkthyes dhe lektor njëkohësisht, dhe me thonë. Tash, do me thonë, janë arsyet e ndryshme që nuk mund të sigurojnë kushtet, të plotësojnë kushtet për përdorimin e gjuhës.
Po, është e detyrueshme që të gjitha komunikatat zyrtare të shtetit me qytetarët, por edhe përfshirë këtu edhe SMS porosit që marrin prej sistemit safesit të jenë edhe në gjuhën shqipe. Sigurisht ata që e cekëm edhe më herët, do të thotë në bazë të kushtetutës, konkretisht neni 3, neni 1 amandamenti 3, neni 9 parashikojnë, do me thonë, mënyrë shumë qartë përdorimin e gjuhës në të gjitha institucionet pa tjetër, po edhe në komunikimin, do me thonë, me qytetarët. A ka reaguar agjencia më herët për problemet të tilla që i ka detektuar në për institucionet tona dhe jo vetëm? Sigurisht, agjencia faktikisht në të gjitha rastet në reagon në kohë reale, megjithse janë të parapara, do me thonë, kompetencat e agjencisë. Më konkretisht, do me thonë, për situatat tilla, është themeluar inspektorati për zbatimin e gjuhës, e cila është themeluar njëkohësisht kur është themeluar edhe agjencia për zbatimin e gjuhës, do me thonë, si organe që kujdesen për zbatimin sa më të mirë, sa më të drejtë të gjuhës shqipe në të gjitha institucionet. A janë këto dy organe së bashku apo funksionojnë si të ndara? Këto organe funksionojnë si të ndara, pasi normal, si që se ka edhe më herët, agjencia ka kompetencat detyrat të ndryshme nga inspektorati. Sigurisht. Kur i kthyem përsëri në studio për të vazhduar me diskutimin ton, tani të ndalemi pak më konkretisht tek agjencia kur një institucion shtetëror nuk zbaton ligjin për gjuhët. Çka ndodh? Ka mekanizma sanksionimi për institucionet që nuk respektojnë ligjet të tilla? Jo, agjencia nuk ka kompetenca, do me thonë, të mirët me institucionet të cilët nuk e zbatojnë gjuhën. Për atë është inspektorati, kompetent është inspektorati i zbatimit gjuhës, e cila, do me thonë, në bazë të raporteve të cilat i merr, bën edhe inspektime në institucionet përkatëse ku janë të evidentuara shkelje të tilla, do me thonë, të mos zbatimit të gjuhës. Ka pasur komunikim mes agjencisë për zbatimin e gjuhës edhe Ministrisë së Punëve të Brendshme, nëse ndalemi te kjo çështja konkrete për të cilën u diskutua edhe në kushtetuesen? Jo, nuk ka pas, në kohën e fundit nuk ka pas komunikim me Ministrinë e Brendshme. A duhet të ketë komunikim që të qartësohen pak më shumë të tilla situata? Po besoj gjitha institucionet i kanë të qarta kompetencat e tyre. Me thonë, prape potencoj, për çdo nevojë agjencia zbatimit të gjuhës qëndron në dispozicion që të ofroj të gjithë mbështetjen e nevojshme të gjitha institucioneve që kanë nevojë për përkthim apo lektorim apo sqarime për çka do koftë në këtë drejtim. Patjetër, po kur ndodhen të tilla raste që nxitin sadokudo debat tek qytetarët, debat edhe tek institucionet, edhe nuk duhet që agjencia të reagojë njëkohësisht apo të ndërmarrë ndonjë hap që të ndërhyjë tek të tilla vendime, pavarësisht ingerencave që keni si agjenci? Për atë, me thonë, duhet t'i përmbahemi si institucion t'i përmbahemi ingerencave të cilat na parashikon ligji, me thonë për rastet tilla na përmundson që të ndërhyjmë. Po, në rregull, nëse agjencia nuk i ka ingerencat e duhura, si e shihni partitë shqiptare në anën tjetër? A ka në duar partitë shqiptare ndonjë mekanizëm të paktën për të parandaluar këtë narrativ që zhbën në tërësitë e përdorimin e gjuhës shqipe që e thamë edhe vetë garantohet me kushtetut? Mendoj se partitë kanë mekanizma. Normal, partitë janë ata që krijojnë klimën politike në një vend, sigurisht edhe këtu tek ne. Prandaj, përmes mekanizmave të tyre mund që të ndikojnë në institucionet të caktuara, përmes lidhjeve që kanë, që të tejkalohen probleme të tilla, se normal janë që ndikojnë në jetën e qytetarëve, do me thonë, sadokudo elektrizojnë masën, ngrisin tensione, shkaktojnë shqetësime, janë tema të ndihshme. Prandaj, do me thonë, duhet të mirën seriozisht, tash nuk po bëj dallim këtë drejtim, duhet të mirën të gjithë
me këto probleme të cilat po na tangojnë lidhur me zbatimin e gjuhës, pasi që, më thonë, tash në rast se shikojmë këto, të sigurisht që këto janë pasoja nga e kaluara, do të thotë nuk kanë rrit disa çështje të tejkalohen në kohën kur o dasht, kanë met në vonesë, tash normal të probleme sa më tepër që trashëgon ata më tepër edhe rriten. Kështu që mendoj që me një qasje më serioze këto probleme do të tejkalohen në të ardhmen. Uroj shumë që të shohim këto përmirësime pak më shpejt edhe të mos lëm vetëm fajin ka e kaluara, po të kemi përmirësim real edhe të dukshëm për qytetarët. A prisni që institucionet të ndërmarrin hapa konkret, tashmë që juve edhe publikisht keni deklaruar edhe përmes rrjeteve sociale edhe pas gjithë bujes që kanë bërë edhe politikanët, po a prisni ndonjë reagim konkret që të ndërmiret? Po sigurisht presim, tash normal, çdo reagim e ka edhe, si me thonë, jep atë shtysën e vetë. Tash normal, na si Agencion për zbatimin e gjuhës, jemi, si me thonë, si institucion ombrell për mbrojtjen e gjuhës, edhe sigurisht që besoj edhe shpresoj edhe pres njëkohësisht që institucionet i marrin me seriozitet reagimet dhe shqetësimet tona. Po në aspekte tjera, nëse ndalemi, si e shihni zbatimin e gjuhës shqipe sot, nëse e krahasojmë ndoshta me vite më para, është në nivelin që parasheh ligji në aspektet e tjera, veçmas këtyre problematikave tjera që kemi? Realisht, që se i ka dhe më herët, ka përmirësime në drejtim të zbatimit të gjuhës, mirë po, e them, për fat keq nuk është në nivelin të cilin duhet të jetë, ose në nivelin të cilin presim që të jetë gjuha shqipe, zbatimi faktikisht e gjuhës shqipe në institucionet. A prisni që gjykata kushtetuese Maqedonisë së Veriut ta rishqyrtoj këtë çështje në të ardhmen, edhe për sistemin Safe City, edhe për këto komunikatat zyrtare që ju gjithmonë dërgojnë në gjuhën shqipe dhe mirët parasysh vetëm gjuha maqedonase ose parashihet gjuha angleze dhe zhbëhet gjuha shqipe nga sistemi? Presim që gjykata kushtetuese normal të reflektoj, në rënd parë të respekton kushtetutën e shtetit, e cila është votuar në kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Gjithashtu te kjo pikë, do të thonë, kemi hasë edhe në kishte çështja e anglishtës para gjuhës shqipe, kemi hasë edhe në shenja të ndryshme, do të thonë ku është maqedonisht, pastaj vjen anglisht, pastaj vjen shqip, do të thonë. Edhe kjo është një tregues normal që një farforme ta vret synin. Po me kohë edhe këto çështje besoj që do t'i rregullojmë, njëkohësisht presim edhe gjykata kushtetuese pas gjithë këtyre reagimeve të reflektoj edhe ajo në këtë drejtim. Çfarë mesazhi dërgon Agjencia e Gjykatës Kushtetuese pikërisht pas këtij vendimi edhe pas të gjitha këtyre deklaratave të tëna? Ne si agjenci, asgjë më tepër, do të thonë vetëm në të jenë në krye të detyrës të respektojnë kushtetutën, të jenë kujdesshëm në deklarimet e tyre, do të thonë se ishmi dëshmitar se çfarë buje shkaktoi, do të thonë një interpretim faktikisht mund ta marrmi të kryetarit të gjykatës kushtetuese në këtë rast. A mendoni se gjykata kushtetuese duhet të luajë një rol pak më aktiv në mbrojtjen e të drejtave gjuhësore që e kemi parë se nuk mbrohen aq sa duhet në vendin tonë? Ja, po sigurisht presim që gjykata kushtetuese, siç e përmendëm edhe më parë, të reflektojë dhe të jetë në krye të detyrës, më thonë, për shka dhe është, më thonë, vetëm një tregon gjykatë kushtetuese dhe ajo është një institucion i cila është në mbrojtje të kushtetutës dhe gjitha ligjeve që burojnë dalin nga kushtetuta. Çfarë hapash mendoni të ndërmerrni ju si agjenci për të siguruar zbatim të plotë të ligjit për gjuhët? Ne si agjenci, do të thonë, rregullisht organizojmë trajnime për të punësuarit në institucione, në trajnime të përkthyesve dhe lektorëve nga gjuha shqipe në maqedonisht dhe anasjeltas,
promovojmë përdorimin e gjuhës, ofrojmë asistencë gjitha institucioneve në mënyrën më adekuate të në mënyrën më adekuate në drejtim të përdorimit sa më të drejtë të plotë të gjuhës në të gjitha institucionet. A planifikohen me aq sa keni informacion ju, ndoshta ndryshime ligjore për të shmangur situata të tilla në të ardhmen, që të mos përsëriten të tilla situata që përmendet paraprakisht elektrizojnë disi masën edhe shkaktojnë ndoshta këto tensionet ndërretnike që i kemi parë të ndodhin vazhdimisht. Shive, këto tema janë temat ndihshme dhe janë shqetësuese. Normal, ambienti politik në Maqedoni nuk mund t'i duron t'i përballon temat të tilla dhe janë, mendoj për vlerësimin tim, me thënë janë të panevojshme, edhe pres reflektim nga të gjitha palët në këtë drejtim, dhe me thënë që temat të tilla të eliminohen, dëshira ime ishte plotësisht mirë, po edhe gradualisht fillojnë të eliminohen temat të tilla, mos kemi temat të cilat e ngarkojnë faktikisht opinionin pa nevojë. Cila është porosia për institucionet e rangut më të ulët kur ushqet një narrativ nga gjykata më e lartë në shtat? Unë mendoj se deklarimet të tilla nuk ndikojnë, pasi që më thonë ligji për përdorimin e gjuhës është i rregulluar me kushtetutë dhe deklaratat të tilla nuk besoj që ndikojnë në fardo niveli, jo vetëm në nivelet të ulta, po në asnjë nivel. Zotëri Osmani, faleminderit shumë që ndatë kohë të ishit sot. Faleminderit edhe juve të natës. Shikues të nderuar, neve këtu do e përmbyllim këtë bisedë, ndërsa unë do t'ju përshëndes nga këtu, por do t'ju lëm me materialin në vijim dhe do të takojmë së bashku javën që vjen. Mirupafshim.